Për herë të katërt, deputetët kanë dështuar të konstituojnë legjislaturën e nëntë të Kuvendit të Kosovës, derisa pozita dhe opozita vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën. Qytetarët në anën tjetër janë skeptik nëse të mërkurën mund të ndodhë konstituimi. Vonesat në procesin e konstituimit të institucioneve pas zgjedhjeve kanë shkaktuar zhgënjim dhe pakënaqësi tek qytetarët. Ata kishin pritshmëri të larta që parlamenti dhe më pas qeveria të formoheshin në kohë më të shpejtë në përputhje me nevojën për stabilitet politik dhe veprim institucional. Fatkeqësisht keq. Një grumbull njerëzish cilët parë nuk e duan Kosovën dhe të mirën e Kosovës. Pritshmëritë e qytetarëve për konstituimin fillimisht të parlamentit dhe më pastaj edhe të qeverisë, natyrisht që kanë qenë shumë më të mëdha dhe ka qenë dashje shumë më shpejt ndodh një gjë e tillë, por u mor vesh që ka pas manipulim edhe në procesin zgjedhor, për arsye se rezultati u vonu jashtë mase. Ani pse kemi pritë që shumë shpejt do të del rezultati, por u vonu. Këto vonesa janë të pajustifikueshme duke marrë parasysh se pritja për rezultate të shpejta ishte e lartë dhe çdo vonesë e tillë dëmton besimin në proceset demokratike dhe institucionale të vendit të pohuan të intervistuarët e sotëm.